Përshëndetje mes të firmës. Sot në firmë e kemi doktorin e kofshëve, doktor Ilirionin. Dok, mirë se ke ardhur në firmë. Mirë se gjeta. Që keshëm kofshët e firmës, po më veçanti qëndë? Mirë, gëzojnë shëndet. Sot e bom një kontroll të përgjithshëm, edhe një vaksinim vjetor të cilin këta janë të obliguar ta marrin, edhe një delmentizim. Kontrolli rutinor normalisht i pastërtisë lëkurës, i pastërtisë syve, të mukozave, puna zemrës, e gjitha ishin normë, kështu që mund të them që vetëm vazhdoni me punën. Më mirë të fëmijëve që bleni një macë ose një qen se një iPad. Ata fëmijë, të cilët rriten me një prezencë të një mace, një qeni në shtëpi, ata fëmijë janë shumë më social. Shprehin të folur shumë më shpejt, janë shumë më inteligjent, janë shumë më dashamirës, shumë më dashur, nuk bëhen kriminal, nuk bijnë burgjeve, janë nxënësa më të mirë. Qeni mas kalit është kafsha më inteligjente, edhe më besnike që thash për njeriu. Edhe njeriu i ka ndajt afër historikisht.